kjo është për babën i cili më kalon në bresa, më kalon kështu një amanet se si me trajtu nxënësat. Se si mu sjell, si mu sjell me të tjerë në shoqëni, ka qenë i heshtur, fëmijët nuk i ka ngucë kur, as më janë ngrej veshin që thonë atë fëmijës. Por përkundër gjithë i ka shku ngatë edhe ka bisedu me të. Edhe ka qenë trekëndshë prind mësues nxënës. Çka desh të më thonë ti përmes këtij titulli? Duke e përmendur babën, njëkohësisht të shihet edhe se çfarë rrugtimi ka bërë një normalist, kur e dim që shkolla normale s'ka qenë ndoshta ndër shkollat më të mira të asaj periudhe, por edhe të periudhave tjera. Shkolla normale është Jean Battista de la Salle në vitin 1685 e ka përdor fjalën normal, që prej fjalës frenge école normal, shkollë e bazuar në norma. Do thot, ato shkollat e bazuar në norma, po ka qenë një shkollë që mëson gjuhën të huj, ka mësuar gjuhën. Kjo është një temë shumë i mirë që kanë ngel për mësuesi, se ata kanë përdorur përpara, po do veprim të ri e ka normat e veta. Do thot, norma është bazë e gjithë shkafit. Po, natyrisht. Sidomos e planit të programit. Këtu është plani, programi, mësneja, pagatitja, por mësimore, do thot... Kishin edhe dorëshkrim, do me thënë, gjithçka të faktuar edhe të dokumentuar atë dorës së parë. Po, shkrimë ka pas një pende edhe një gotë me ngjyrë, me që ato ka shku të të nëherë. Gjithmonë e një qoshe shkujke.